Pas gati 5 muajsh në arati Gëzim Allçiu i përfshirë në vrasjen e 2 të rinjve në Durrës është vetorzuar në polici. Ndaj tij janë ngritur akuzat për armbajtje pa leje, mosallëzim krimi dhe përkrajet e autorit të krimit. Sipas të dhënave, Allçiu ka ndihmuar autorin të largohet nga vendi i ngjarjes. Konflikti me armë nisi në një lokal në Manës mes Daniel Pepës dhe kamarierit, të cilit i kërkonte të ndizte ekspresin për të bërë kafe. Pepa ishte bashkë me Aranit Kurtin dhe kërkuan kafe, por kamarieri u shpreh se nuk do t'i shërbente pasi ekspresi ishte fikur. Pas kësaj përgjigjeje 21 vjeçari Pepa e ofendoi kamarierin, ndërsa reagoi 33 vjeçari Flori Paluçi, i cili ishte ulur në tavolinë pranë banakut me disa miq të tij. Pas ndërhyrjes së Paluçit, situata u agravua dhe u përdorën armë zjarri. Si pasojë të shtënave mbeti viktim 23 vjeçari Aranit Kurti, i cili ndroi jetë në vendngjarje. Pasi pa që Kurti qullua me armë, Daniel Pepa u kundërpërgjigj duke qelluar me breshëri në drejtim të Flori Paluçit, i cili gjithashtu gjeti vdekjen e menjëhershme.